do të gjuhet dhe do të pështyhet nga tërë lukunia e pazarit të tenxhereve politike dhe mediatike si të ishte një flet lavdërimi me fotografinë e saj. Por faktet janë fakte. Dhe asgjë nuk i ndryshon dot. Ndërkohë që për mua, për ne, këto nuk janë faktet e pafajësisë apo të amnistisë, për çfarëdo faj mund të ketë bërë Belinda, të cilin sidoqoftë nuk e përcaktojnë dot as një prokuror, as dy uturak mediatik qimbellinj që mbledhin e hedhin jashtë nxjerrjet e urrëties ndaj nesh, duke pastruar para dhe duke bërë evazion fiskal në sytë e mbyllur të prokurorisë që i ka dosjet për të dyja këto akuza të depozituara institucionalisht nga tatimet e Republikës Shqipërisë. Po tatimet e Republikës Shqipërisë janë të Republikës. Prandaj nuk janë aq të rëndësishme se sa janë qimbellinjt, që janë të hurit dhe të litarit. Atë fajsin ose pafajsin e përcakton vetëm procesi gjyqësor. Ndërsa pasqyra e fakteve të një pule kolosale nuk i takon kursesi një individi thjesht me një rol të pamohueshëm në të gjithë zinxhirin e arritjeve në dy sektor kaq të rëndësishëm, po të gjithë atyre që kanë pasur një rol për të luajtur nga skuadra e qeverisë tek ajo e Ministrisë Infrastrukturës,